Confindustria Albania dhe dhoma e tregtisë italiane në Shqipëri kanë reaguar në një komunikat përbashkët për vrasjen e biznesmenit Edoardo Sarki pranë Tepelenës. Në këtë reagim kërkohet nga autoritetet shqiptare një hetimi menjëhershëm i plotë e transparent për zbardhjen e rrethanave të krimit. Është e domosdoshme që autorët dhe përgjegjësit të përballen me drejtësinë pavonesë. Ngjarje të tilla nuk mund mbeten të pandëshkuara pasi siguria dhe besimi janë kushte themelore për praninë dhe aktivitetin e operatorëve ekonomik italianë në Shqipëri, theksohet në reagimin e përbashkët. Bëhet thirrje institucioneve shqiptare që të mobilizojnë burime të plota hetimore, të bashkëpunojnë ngushtë me autoritetet italiane dhe të informojnë rregullisht publikun mbi ecurinë e hetimeve. Ndërkohë këtë të hënë, policia e shtetit bëri të ditur se e ka zbardhur këtë ngjarje të rëndë. Sipas policisë, autori i dyshuar është Kamber Sulçe, 48 vjeç, banues në Mesaplik Vlori, shpallur në kërkim. Trupi i pajet i biznesmenit u gjet në vendin e quajtur Qafa e Dilanit pas mesnatës së 26 shtatorit. Si rezultati i hetimeve intensive të kryera nga grupi i posaçëm hetimor i policisë Gjirokastër dhe Departamentit të Policisë Kriminale, në ndërtimin e Prokurorisë së Gjirokastrës, u identifikua autori i dyshuar Kamber Sulçe, 48 vjeç, banues në Mesaplik Vlorë. Ai është shpallur në kërkim për vrasje në rrethana të tjera cilësuese, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve e municionit dhe prodhime shitje e narkotikëve.